Kandidati i Partisë Socialiste për kryetar të Bashkisë SMAT Altin Bojni zhvilloi këtë të premte takimet përmbyllëse në kuadër të zgjedhjeve të 9 nëntorit. Bojni u ndal me banorët e bllokut të banimit numër 2 të lagjes Drita. Gjatë fjalës së tij, Bojni tha se investimet do të vijojnë dhe që të ndodhë kjo kërkoi mbështetje me votë në zgjedhjet e së dielës. Deputeti Agron Malaj u shpreh se Mati ka nevojë të vazhdojë zhvillimin dhe jo të kthehet mbrapa në kohë. Ne sot kemi 80 projekte që duhet të vazhdojnë në çdo skaj të Bashkisë SMAT. Në çdo vend të Bashkisë SMAT. Deri më sot janë bërë 41 kilometra rrugë asfalti. Do vazhdojmë me 35 deri në 40 kilometra në fazën e dytë që do preki gjithë njësitë administrative. Unë sot jam këtu para jush si kandidat për kryetar bashkie dhe kërkoj mbështetjen e gjithë secilit për jush pa ndasi politike, si i majt, si i djathtë, i qendrës apo pa parti. Jemi këtu për të kërkuar votën gjithë secilit nga ju me 9 nëntor, një votë që ka një rëndësi shumë të madhe, jo vetëm për kandidatin ton, por për çdo familje matjane. Është një votë ku vendoset vjushmëria e punëve të mira të mëdha që ne kemi bërë në qytetin e Burrelit, por në gjithë Bashkinë e Madhe. E them këtë sepse ju jeni dëshmitar i gjithë transformimit që ne i kemi bërë qytetit e Burrelit, i kemi bërë Bashkisë së Matit, por ka nevojë akoma dhe më shumë. Ndaj ne u kërkojmë votën për të vazhduar me vjushmërinë e këtyre investimeve, për të qenë sinkron me qeverinë. Për të qenë sinkron sepse ne pam nga viti 2019 deri më sot bashkëpunimi midis bashkisë dhe qeverisë na solli një bum madh investimesh që ne se kishim parë asnjëherë më parë. Ndaj na duhet që të jemi në sinkron për të vazhduar akoma dhe më shumë. Ku jo më pak, janë avërsisht dhe të edhe sa projekte ku Bashkia e Matit i disponon për prak financimi për të ardhur gjithë banorëve të Matit. Po qyteti Burrelit do ja transformojmë faqen edhe në investime tjera, si me terminal autobusash për gjithë mjetet. Po do ja ndryshojmë me një qendër shëndetësore ku do ketë gjithë shërbimet që mos hallakaten njerëzit sa lart poshtë, sa mi godin me godin tjetër. Po do ja transformojmë faqen edhe me investime tjera në për institucionet arsimore, ku do të bëjmë në shkollën e Qiqi. Unë uftoj me 9 nëntor, ta mbështesim Altin Bojnin me gjithë njerëzit tuaj që të japim tjetër qasje, tjetër zhvillim Bashkisë së Matit, qytetit Burrelit, edhe gjithë familjeve matjane. Takim përmbyllës kandidati socialist Altin Bojni zhvilloi edhe me banorët e lagjes së re të qytetit të Burrelit. Në fjalën e tij, Bojni tha se edhe për këtë lagje ka projekte të reja në infrastrukturë rrugore, ndriçime të tjerë. Ndaj tha Bojni, Bashkia SMAT duhet të vazhdojë të drejtohet prej tij pasi ka të gjithë mbështetjen e nevojshme nga qeveria për të financuar projektet që i ka gati. Deputeti Agron Malaj kërkoi mbështetjen me votë për Altin Bojnin, pasi sipas tij është personi i duhur për të drejtuar Bashkinë SMAT. Në lagjen e re ku ne jemi sot, ka ujë 24 orë, kemi rrugë asfaltike, kemi ndritshim, edhe por punët nuk marrën këtu. Ne duhet të vazhdojmë me këtë lloj ritmi që lagjet e re, që në kolej poshtë deri lart të ketë rrugë asfaltike, të jetë me ndritshim, ujtin e kemi të ketë nesër pas nesër edhe një pjesë të sistemimit të ujrave të zeza. Kështu që ne nuk duhet të ndalemi. Ne duhet të vazhdojmë të ardhmen tonë në këtë mënyrë. Unë sot, si kandidat për kryetar bashkie, kërkoj vota pa ndasi politike. Kështu që ju ftoj me datën 9 nëntor të më mbështesni, të ecim përpara bashkë për një të ardhmen më të mirë. Në zgjedhjen e nëntorit nuk bëhet fjalë vetëm nxjerrim Altin Bojnin kryetar bashkie, por të vazhdojmë risin e gjithë atyre punëve të mira që ne kemi nisë bashku. Sepse këto punë të mira të mëdha nuk i shërbejnë vetëm kryetarit tashëm bashkisë apo një pjesë njerëzve, po i shërbejnë gjithë komunitetit matjan. Ne dham një model ku ky model duhet vazhdoj, duhet ecë sa më shumë përpara, sepse me të vërtet Mati ka nevojë akoma dhe më shumë investime. E them këtë sepse këtu mbajmë mend para 7 viteve në takimin që kemi bërë diku më përpara, kur ne thonim do sjellim ujë 24 orë, do sjellim drita, do bëjmë infrastrukturë rrugore, do të përfshijmë dhe lagjen këtu atje, shumë njerëz ishin skeptik. Shumë njerëz na shifshin me atë mosbesimin, duke thënë që hajtë se dhe këto si gjithë tjerët janë. Por në vërtet, ne sot vim këtu
me realizimet jo vetëm premtimeve, por të egalim gjithë premtimeve tona, sepse nga fillimi deri në fund kemi qenë të qartë mbi vizionin e asaj çka ne duhet bëjmë. Edhe ne sot, zbashur me kandidatin ton, jemi të qartë në çfarë pozicioni jemi dhe ku duhet shkojmë. Gjatë takimit përmbylljes në njësinë administrative LIS, kandidati i Partisë Socialiste Altin Bojni shpalosi prioritetet e investimeve për këtë njësi administrative në infrastrukturë, rehabilitimin e rrjetit të ujit të pishëm e të tjerë. Për deputetin Agron Malaj, këto zgjedhje janë mes të ardhmes dhe të së kaluarës, ndaj kërkoi votën për Altin Bojnin. U shoh kaq shumë njerëz, është një takim me vërtet mrekullueshëm, na jep një forcën edhe besimin që ne duhet të ecim në rrugën e dur. Do të ecim në punët e mira që janë bërë deri më sot, do vazhdojmë me këtë ritëm, ashtu siç ka bërë edhe ish kryetari Agroni që e ka dhënë një vëmendje lisit, edhe ne nuk do ta heqim vëmendjen nga lisi për çfarëdo lloj arsye. Do vim në fazën e dytë të asfaltimit, do jemi edhe në sistemin e ri të ujësjecit që do jetë në Gjalish, Burgajet, Lish Zenish, kështu që këto punët e mira nuk duhen të pritet. Ne kemi krijuar një model 2019-2025 ku një model që i tregum majt djath me parti pa parti, që ne dim drejtojmë, ne e kemi ndarë veten për të bërë punë për komunitetin, do të vazhdojmë të bëjmë punë për komunitetin, ndaj u kërkojmë këtë mbështetje, që mos kthehemi në periudhën atyre që as din, as bëjnë, as munden, as kanë dëshirë. Njerëz që nuk kanë vizion, ndaj unë bëj thirrje, këta nuk kanë vizion. Këta nuk dim drejtojnë. Ta janë me eksperiment. Ne s'jemi për eksperiment. Ne kemi modelin, ndaj kandidati jonë e njeh mirë funksionin e kryetarit bashkisë, se ka qenë 2 vjet kryetar këshilli. Ku së bashku kemi kalu gjithë vendimet e këtyre punëve të mëdha që ne kemi bërë. Bëhemi së bashku, majt djathtë me parti pa parti, siç më keni mbështet fort. Gjatë gjithë këtyre betejave, ta mbështesim Altinin, që me datë nëntor, gjithë secili nga ju ta cilësoj veten kandidat për kryetar bashkie. Ku gjithë secili nga ju ta hedhë votën për të ardhmen e familjeve tona, të ardhmen e familjes të madhe Matjane, për tes përpara sepse nuk kemi kohë për të humbur.